O vëllezër dhe motra, më tregoni një kohë tjetër, përveç Ramazanit, që hapen dyert e xhenetit. Më tregoni një kohë tjetër, përveç Ramazanit, që mbyllen dyert e xhenemit. Më tregoni një kohë tjetër, përveç Ramazanit, që pranohen lutjet dhe duat si në asnjë rast tjetër. Më tregoni ndonjë rast tjetër, përveç Ramazanit, që në çdo iftar dhe syfyr dhe në çdo natë të Ramazanit, të ketë dhe një transmetim tjetër dhe në çdo ditë të Ramazanit, të ketë njerëz që regjistrohen dhe hiqen emrat e tyre nga zjarri i xhenemit. Më tregoni në një kohë tjetër të vitit që ndodh që dy melek të zbresin tokë në fillim të muajit dhe thonë kush do me bë mirë, le të garojë dhe të nxitoj, e kush don të bëjë keq të tërhiqet. Kjo nuk ndodh asnjëherë. Kjo nuk ndodh në asnjë kohë të vitit. Më thuaj ti në një kohë të vitit që të ketë një adhurim 30 ditor, që merr ditën, pra gjysmën e një ditë nate. S'ndodh kur, s'ka. Dhe më thuaj ti një kohë të vitit që të ketë në brendësinë e vet një natë që është më e vlerësuar te Allahu xhalla xhelaluhu se sa 1000 muaj, pra afërsisht 80 e sa vite. S'ndodh dhe nuk ka. Për këtë arsye Zoti në hadithin kudsi tha, përveç agjërimit, se ai, agjërimi, është i imi dhe vetëm për mua, subhanallah. Njeriu shumë gjona i bën për Zotin, gjitha adhurimet janë për Allahun. Mirë po si agjërimi nuk ka, sepse është ideja që njeriu o e mban, o nuk e mban. Për këtë arsye thoshin, agjërimi është adhurimi pa syfaqësi. Se o e mban, o nuk e mban. Për këtë arsye erdhi arsyetimi po në hadithin kudsi, njeriu lën gjithçka për hatrin tim. Pra për hatër të Zotit xhalla xhelaluhu.